Superliga e basketbollit për meshkuj ka luajtur gjatë fundjavës së fundit të marsit ndeshjet e javës së 19. Një nga ndeshjet e shpjelluara ka qenë ajo Teuta Beslidja. Ndeshja u shpjellua në orën 20 të mbrëmjes së të dielës në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës. Një ndeshje e vështirë për djemtë e Detit, të cilët duket se nuk arritën të gjenin ritmin e duhur, duke u mbyllur me rezultatin 79-99. Tiras Morton realizoi tripleta dyfishore për Teutën, duke u bërë autor i 21 pikëve, 13 kërcimeve dhe 10 asistimeve. Me 19 pikë të realizuara, ishte edhe Bernard lojtari për Beslidjen në sfidën ndaj Teutës. Djemtë e Detit, krenaria e qytetit, vijojnë përgatitjet për sfidat e ardhshme. Një tjetër sfidë e luajtur ishte ajo mes Apollonisë dhe Tiranës, e zhvilluar mbrëmjen e së shtunës në Fier, e cila triumfoi me rezultatin 104-103. Deri në këtë fazë të Superligës, renditja e skuadrave është: Beslidja në vend të parë, Teuta në vend të dytë, Apollonia në vend të tretë, Tirana në vend të katërt, Vllaznia në vend të pestë dhe Kamza në vend të gjashtë.